ku mbaron tjetri, dhe pse kushtetuta na e thot qartë. Tashi unë... Pra, jemi në një moment jo të mirë për demokracinë, një moment të rrezikshëm, si shihni ju? Ne kemi disa fakte konkrete publike ku asnjë nga organet nuk funksionon, përfshirë dhe Presidenti i Republikës, që në mënyrën e sjelljes që ju e keni pa dhe mënyrën se si vepron, qoftë nga pikpamja ligjore kushtetuese, qoftë nga pikpamja edhe të sjellurit kur takohet me kryeministrin nga pikpamja vizuale. Ndërkohë që kemi edhe gjithë organet e tjera. Për shembull, zoti Peleshi, unë nuk e rëndoj me fajin të qenurit një jurist, sa ai s'është jurist, po të ishte një jurist që do ta keq interpretoj rregulloren apo kushtetutën, do ngarkohesh me i faj në aspektin etik profesional. Ndërkohë që ai s'është jurist, po ndihmësit aty, këshilltarët e tij në kuvend, i japin detyra se çfarë duhet bëj, po faktikisht ato janë bazë një plani që funksionon si një administratë shtetërore, jo thjesht si një administratë një kuvendi të Republikës së Shqipërisë, që është organi më i lartë kushtetues i këtij vendi. Domethënë, pavarësisht se Presidenti i Republikës në mënyrë honorifike qëndron në kreun e piramidës shtetit. Ne jemi republikë parlamentare. Kuvendi, ne jemi një kushtetutës është republikë parlamentare, kështu që kuvendi është organi më i rëndësishëm kushtetues në këtë vend. Pse po ndodh kjo në këndvështrimin tuaj? Pse po e bën mazhoranca këtë? Pse po e bën Rama këtë? Tani, unë nuk du të bëj krahasime që duken as qesharake për publikun, po faktikisht... Jo, unë dua perceptimin tuaj. Pse? Çfarë synohet përmes kësaj? Se për sa kohë nuk ka ndodhur herë tjetër, kemi të drejtë ta ngrem këtë pyetje, çfarë po ndodh? Pse? Pse duhet që në fillim? Rreth një shekull më parë, pikërisht në vitin 1925, mbreti Zog ka filluar lëvizjet e para derisa në vitin 1928 dhe ktheu në monarki. Kështu që për një të fatit, po përsëritet e njëjta histori në Shqipëri. Pra niveli Rama do ka synim bëhet mbret. Niveli autokracisë ka shku i arrogancës, i keqpërdorimit të pushtetit, sigurisht ka shku në ato grada që dhe për vetë një pjesë socialistëve kanë dëshirë dhe kanë shumë pritshmëri që të ketë një opozitë fortë nga Partia Demokratike, sepse përndryshe ata ngelen njerëz të pavlerësuar për kontributet që ata japin fushatat elektorale. Tani duhet ndalem vetëm një moment specifik për publikun që na ndjek. Po. Këto zgjedhje nuk janë zgjedhje të lira dhe demokratike për një fakt vetëm. Vetëm nisur nga rregullat e lojës me të cilat ne kemi hyrë në lojë, automatikisht humbim 18 mandate. Po. Pra të humbësh 18 mandate do të thotë që rregullat e lojës nuk janë barabarta për të dy palët. Dhe publiku i gjerë shpesh ngelet në kufi të absurdi për të kuptuar, por çfarë bëjnë të në parlament? Kështu do ngelet gjithë kohën në opozitë? Po, ka pasur në fakt diskutime të tilla. Në këndvështrimin tim, në aspektin ligjor, ne hym lojë me këtë mungesë deputetësh. Po 18 deputet, sigurt pranojmë edhe rezultatin e ndërhyrjeve të tjera, intimidimi, diasporës, elementit kriminale të tjera. Dhe me votat aktuale, thoni ju. Dhe me votat aktuale, nga 83 mandate që ka Partia Socialiste, po t'ja ishin 16, imagjinoni do bide një rezultat. Raporti ndryshon. Do bide një raport krejt tjetër. Po e lëm dhe ndikimin e faktorëve tjerë që pra në Shqipëri nuk janë realizuar zgjedhje të lira.